Gjejmë formulën e komponimit I cili përmban 15.8% alumin, 28% sulfur dhe 56.2% oksigjen. Masa atomike relative e aluminit është 27, e sulfurit 32 dhe oksigjenit 16. Për gjetjen e formulës së komponimit përdorim ekuacionin për numrin e molëve të elementit, që është e barabartë me masën e elementit ndaj masës molare të tij. Nëse kemi marrë 100 gram të substancës për analizë, atëherë masa e elementit do të jetë e barabartë me pjesëmarrjen në përqindje të elementit, kurse masa molare e elementit siç dimë është e barabartë me masën atomike relative. Duke pjesëtuar vlerat për pjesëmarrjen në përqindje për secilin prej elementeve në komponimin në fjalë dhe me vlerat e masave atomike relative të tyre, ne fitojmë numrin e molëve për secilin prej elementeve. Pra për aluminin fitojmë vlerën e parafort me 0.58 mol. Për sulfurin fitojmë vlerën e parafort me 0.87 mol dhe për oksigjenin pas pjesëtimit të vlera 56.2 me 16 fitojmë vlerën e parafort me 3.51 mol. Vlerat e fituara I pjesëtojmë me vlerën më të vogël të fituar 0.58 në mënyrë që të fitojmë raportin më të thjeshtë të numrit të atomeve. Në këtë rast për sulfurin fitojmë vlerën 1.5, pra 1 atom e gjys, prandaj për të fituar numra të plot të gjitha vlerat duhet I shumëzojmë me 2. Dhe në këtë mënyrë për aluminin fitojmë 2 atome alumin, për sulfurin 3 atome sulfur dhe për oksigjenin 12 atome oksigjen. Për sulfurin dhe oksigjenin ne mund të nxjerrim emërguesin e përbashkët 3 dhe në këtë mënyrë fitojmë formulën e komponimit të sulfatit të aluminit që është Al2SO4 3.